Procesi i votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave ka nisur me kohë dhe në të gjitha qendrat e votimit, ka njoftuar Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Zëdhënësi i KQZ-s Valmir Elezi tha se materiali zgjedhor dhe flet votimet janë shpërndar me kohë në të gjitha qendrat e votimit. Raundi i dytë i votimit për zgjedhjet lokale po zhvillohet në 18 komuna: Gjakov, Gjilan, Dragash, Kaçanik, Klin, Fush Kosov, Mitrovice Jugut, Obiliq, Rahovec, Pej, Prishtin, Prizren, Suharek, Viti, Vushtri, Junik, Mamush dhe Klokot. Në orët e hershme të mëngjesit të ditës së sotme, materiali zgjedhor përfshirë dhe fletvotimet është shpërndar me kohë për në të gjitha qendrat e votimit. Gjithashtu, njoftojmë se duke u mbështetur në informacionet e pranuara nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, procesi i votimit për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të 18 komunave ka nisur në të gjitha qendrat e votimit që i takojnë këtyre komunave. Sipas listës së votuesve, numri i qytetarëve me të drejtë vote për të votuar në 18 komuna është 1.316.672 votues. Procesi i votimit zhvillohet në 507 qendra votimi, megjithsejt 1.628 vendvotime, të cilat janë të hapura për të mundësuar votimin e rregullt dhe të 18 qendrat votimit me 20 vendvotime për të mundësuar votimin me kusht.